të ndalojmë te kjo e para. Zyrtar, as nga kompanit, Ne s'kemi as nga kepi, që janë vënë këto DPI. Nuk e kemi një kronik televizive. Ata e nëzorën në një televizion të vetin, flisni ju tani se po ju shajnë sa njerëz, po ju akuzojnë sa njerëz që po na përgjoni. As një tim zyrtar, as një garanci zyrtare s'kemi në sot. Ne sot, kjo është hajdutse akoma. Por ata për një kronik televizive vetëm për të përgjeshtruar këta çunat dhe ne që po ankoheshim që përsëri nuk la përgjeshtruan, e pranuan që i kanë instalu dhe ideja është e tillë. Ata tha vetëm ne nuk po ju përgjojmë. Janë vënë këto, por ne nuk do i përgjojmë. Jo, ne po ju përgjojmë, por nuk do të përdorim. Po, nuk do i përdorim. A mendoni se vendosja e DPI mund të ketë lidhje me zgjedhjet? Flasin, jo, me kaq sa aty okej, po të pyesun një analizët Tela? Tani, në momentin që ne kemi marrë një telefon, dhe ku themi ne gjithë popullsia, brenda këtij ka futur dhënat e tij personale dhe është nënshtruar navigimit dhe kontrollit nga ka shkarkuar aplikacione pafund dhe të shesh pre e kontrollit të Gmailit, të WhatsAppit, të TikTokut, po themi, të Sinalit. Pra ti je një individ që e përdor, përveç dy zotërinjve që din çdo gjë, po themi në lidhje me internetin dhe mënyrën se rrjetit kibernetikës, gjithë shkaje, pjesa tjetër popullsisë, 98%, po themi 99% janë ignorante në këtë drejtim. Pra, ata din që navigojnë në internet, por ndoshta një pjesë e madhe nuk e kupton sepse duke parë një faqe futbolli, gjithmonë informacionet i vinë në lidhje me futbollin. Duke parë një faqe pornografike, gjithë informacionet i vinë nga faqe pornografike. Po accept cookies? Por kjo është një gjë që ne kemi rënë dakord prej vitesh, që kemi dhënë të dhënat tona dhe jemi nënshtruar themi ndaj mbrojtjes globale. Pra, secili prej këtyre aplikacioneve ka mbrojtjen e dhënave personale dhe me ligj e ka të ndaluar që të hyjë dhe të përgjojë se çfarë po thua ti, por se çfarë ti po shikon, ata e dinë dhe në bazë të tyre kompanitë e marketingut, përgatisin fushatat e tyre marketingu në raport me çfarë po kërkojnë individët. Me zgjedhjet e kanë fjalën Nëse ti e pranon, tani në një vend opsionin që e refuzon. Po ti e pranon, pa jo nuk të përdor të dhënat e tua personale, përdor vetëm customer behaviorin. Po pra, po e di se çfarë po shef. Tani këtu ne ndanim në dy palë, pra gjithë themi pjesa lindore e cila ushtron kontroll në çdo detaj që ti po sheh, pra bllokon TikTokun i ndi, dakor, dhe me anë të atyre pajisjeve, bllokon TikTokun, por mund të kontrollojë gjithçka. E bllokon në Britani, e bllokon në Francë, por është e kontrolluar në çdo veprim që bën nëpërmjet ligjit, nëpërmjet akteve ligjore dhe në ligjore që kanë vendosur. Këtu mungon ligji, por në një vend kur ti po thoje për zgjedhjet, por patronazhimi ka spionuar dhe ka kuptuar çdo gjë të individit në raport me zgjedhjet, kur të dhënat tona prej vitesh janë marrë dhe janë hedhur në treg, ka lidhje me pagat, me dhënat personale të gjithkujt. Tani, ne vjen një moment që për arsye të bllokimit të TikTokut, na vijnë disa pajisje, të cilat vendosen në bazat ushtryese të internetit. Pra, janë 7 autostrada që sjellin internet në Shqipëri, vendosin tullsat e bllokimit dhe çdo gjë që hyn te individi kontrollohet. Skanerat, si më thënë. Kontrollojnë çdo gjë. Dhe tashti, dakor, ndoshta nuk kontrollojnë bisedën që unë bëj me ty në WhatsApp, sepse është vetë sistemi brenda WhatsAppit që e bllokon. Por që unë po flas me ty në WhatsApp, të din gjithë. E marrin vesh. Dhe ata tashti janë të lirë të kontrollojnë çdo detaj të jetës tonë. Ky është problemi, sepse nuk i pengon asgjë, nuk ka një ligj. Edhe të fare pak minuta me Besmirin, jo, 2-3 minuta me Besmirin, si do shkëputet ai. Pra, a është kjo një formë e censurës moderne apo kontrollit të sjelljes në internet? Patjetër që është në momentin që ka një pajisje të tillë. Ne censura nisi me mbylljen e TikTokut. Pra ne kemi mbylljen e TikTokut pa vendim gjykate. Pra nuk kemi një vendim gjykate për mbylljen e TikTokut. Mbyllja e TikTokut u bë me sondazh. Megjithëse unë jam një ndër ato persona që nuk e preferoj TikTokun si rrjet social të ekzistonte. Edhe unë. Po, në fund të ditës nuk mund të mbyllet një rrjet social me sondazh. Nesër mund të bëjmë sondazh të gjithë prindrit, a duhet të mbyllim me cënën, DPI-n aty e kemi, i mbyllim dhe faqen, e mbyllim dhe se kanalet dhe si gjitha. Bëjmë një sondazh tjetër, a duhet të fusim burg X-in Y-in, pra janë gjëra që duhet bëhen me vendime gjykate. Pra, nëse në Gjermani, në Francë, përdoren pajisje të tilla, në Gjermani ka rregullat e frikshëm, nuk lejohet
profilizimi dhe gjurmimi i personave në kohë reale, vetëm pasi të ketë një vendim të qartë gjykate. Dhe kjo ka një problematik shumë madhe. DPI-ja në Gjermani përdoret vetëm për menaxhim rrjeti dhe asgjë tjetër. Franca dhe Italia kanë pas super debate dhe vazhdojnë akoma të kenë debate, kurse në Shqipëri u tentua të kaloj totalisht në hije. Dhe ne po kërkojmë vetëm informacion, dhe është e drejta jonë kushtetuese për të ditur se çfarë po bëhet me dhënat tona personale. Duam ta dimë kush do ketë si do i përdor. Pra, Besmir, këtu mund të shantazhojnë të gjitha llojet e niveleve, sado pushtet kenë. Kjo është një mënyrë. Patjetër. Ja, më falni, mund ta banalizoj çik muhabetin. Mund ta banalizoj pak muhabetin që t'jetë e kuptuar. Po. Një në problemet kryesore në Shqipëri është prostitucioni. Shikon një politikan ose një biznesmen që hap një faqe eskortas ose një faqe masazhes, ngel logu që ky përdorues filan orë nga filan telefon ka hy këtu, ti e din çfarë do bëjnë, shkon djegë, bëj foto dhe ka pe live. Pra ti i gjurmon jetën personale të kontrollon jetën private si të do i kjevi ty. Për kokër të kjevi. Për ta kuptuar gjithë se çfarë mund të bëj. Që pamjet parë duket ama çfarë problemit ka e di ku hyra. Do të për këto polikande mund përdoret pak, kupton? Se këta liri të madhe kanë. Bëj shaka, se tani. Tani cilat janë mënyrat tani shteti shqiptar Besmir nuk e çan shumë për këtë punë sepse e ka krijuar vete dhe e futi. Tani cilat janë mënyrat që një përdorues të mbrohet nga DPI? Kjo është një. Ja ta mbaroj ai dhe të ndajemi. Mund ta vazhdojnë dhe Tomi këtë, e para do jetë do them gjë. Mund ta vazhdoj Tomi. Mund të vazhdoj Tomi se për njëjtën gjë do themi. Më sakson edhe një herë që janë shantazhuar persona shumë të mëdhenj, po më të mëdhenj që janë shantazhuar edhe një herë, më the nga ky Selmani Jeff Bezos dhe Macron, ai mund të bëjë çdo gjë, po në vende të tjera nivelet larta? Kishe ke rastin e Iranit, ke rastin në rastin e Turqi, ke përgjithësinë tek vendet diktatoriale, ka dyshime dhe në Hungari të pavërtetuara, po të lexohet në internet është një në shtetet që shoh. Hungaria. Është dhe skandali i Pegasusit famshëm aplikacionit i Izraelit. Tu të ne vetëm doktorit nuk e që i bënë se a i delë që në mjesë dhe fletë qëfarë... Zjerë qatë do... Nuk e qëfar i përgjonë, të? Shka i përgjonë një që a i delë dhe thotë dhe gjerat që të përgjushme dhe të papërgjushme dhe të qëdishme. Tani, unë falenderoj shumë... Ti mund t'i dekonspirojt qytetarë digitalë. Zoti Selmani, faleminderit shumë. Tani, edhe kjo na duaj, tani që të vijet një pajisje aty dhe ne... Kjo është një çështje që duhet ta ndjekim të gjithë së bashku. Na mungonte edhe kjo gjë thuaj, se këtu të gjitha gjërat janë, mungonte edhe kjo. Jo, është asia po ne po kërkojmë vetëm ligj, asgjë tjetër, dhe transparencë. Nuk po themi hiqi. Bëj ligje dhe transparencë. Edhe integritet ata që do i shohin këto dhëna.